Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Të nderuar, mi mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Euron 7. Javën që shkoj, kemi realizuar një intervist me kryetarin e bordit të ZRS, e cila mori dheun, me thonë kështu, dhe u bë aq e madhe për shkak të qëndrimeve të tij në raport me rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Në gjatë intervistës e boni punë të kryme, zotni Feyzullahi, se tarifat janë shtrajtu, dha leksione, me thonë kështu, se ku do të me blej qytetarët rrymen. Me thonë, kemi biseduar njëtë sikur me blej në market gjërat cilat i kemi të përditshmet, dhe kjo zgjoj një reagim të jashtëzakonshëm qytetar që është jashtëzakonisht e mirë për qytetarin tonë. Është paralajmëruar një protestë për javën e ardhshme, për datën 5 mars, ndërkohë sot është dita e fundit kur gjithë mund t'i dërgojnë komentet e tyre tek ZRA. Me sa kam pa, dje ka edhe email adresa cilat janë blokuar, dhe më thonë nuk jenë lanë me i qu komentet e tyne. Nështë është një reagimi ma i madh qytetar në këto vitet e fundit në raport me ato se çfarë ka ndodhur. Dhe më thonë rryma pritet të shtrajtohet për 15% fillimisht, por kjo është veç një janë të kërkesave të ZRA-s. Çka do ndodhë deri në fund, do të shohim. Në studio me mua janë aktivistë të shoqërisë civile, të në Luan Hasana, mi mbrëdha misere Luan. Besnik Shabiu, mi mbrëdha misere dhe bes. Bashkim Mustafa, prof, mi mbrëma. Mi mbrëma. Adem Çorolli, mi mbrëma misere dhe Adem. Ama jap që ato ndalje mas pari kënd që të me për të dim sakt për shka jemi duke folë sot. Me thonë që kjo është ajo logoja e juj, aktiviteteve që juj, atë ditë në intervjist kërja kom parashit këta shefit të rejës, dhe që ka këshkyrë fort ketë se normalisht nuk i nashtat si ka orë mirë, s'po di. Po mundi me kry punën e juve, me thonë mas pari me aktivizu këtë shoqëni të fjetën. Me thonë se kem dëru gjithë shka. Tulli farë vendime që në marë, një 2 ditë në Facebook edhe u arru. Morë për bazë pikërisht këta që shoqëria jo nuk është që njëhet shumë si shoqëria e cila reagon ndaj problemeve, çështjeve të caktuara. Po shihet një qasje pak më ndryshe një pjesë të madhe të qytetarëve. Fali për mungesë modestie, po ne më spaku jem aktivistat rrjeteve sociale, pra jem goxha shumë aktivistat terrenit dhe kemi kriju një rrjet goxha të madh të njerëzve pothuajse në çdo qytet të Kosovës dhe kur e kemi filluar iniciativën e cila zakonisht është bërë si trendi të fillon në rrjetet sociale, pasi që pjesë e madhe qytetarëve janë aty, pyetjet kryesore apo kërkesën kryesore që kemi pas për gjithë aktivistët që i njohin ka qenë ta lëmë Facebookun, sepse Facebooku është vetëm një rrjet social dhe aty po fillon e mbaron gjithçka, të organizohemi, të protestojmë sepse ndryshe nuk do të mundemi ta bëjmë as edhe një ndryshim. Dhe në fakt kjo e ka një farë historie në vete, shumica prej nesh kemi qenë pjesë e grupit i cili ka kundërshtuar ndërtimin e liçerin e Badovcit dhe s'po them më i motivu qytetarët mirë, po ka qenë pikërisht ai grup i cili e pati bërë të mundur që qeveria ta ndaloj ndërtimin atje dhe sot Badovci është pa ato ndërtesat luksoze që synohen të organizohet. Çka po dua të them që qytetarët dinë të reagojnë, qytetarët dinë të organizohen, dhe si duket ka ardhur ajo kohë, sepse po bëhen 25 vite më shumë që ju kemi jap shans qeverive, institucioneve, që të punojnë, të angazhohen, pra na është thënë që këtu do të përmirësohet, këtu do të kemi jetë më të mirë, këtu do të kemi mundësi për zhvillim, etj. Dhe ajo çfarë po shihet një zbrazje e Kosovës çdo ditë, po shihet një rritje enorme çmimeve pothuajse në secilin sektor dhe qytetarët e kanë kuptuar që megjithatë dikush është përgjegjës për këtë. Dhe janë institucionet. Dhe sikur mos mjaftonin gjitha këto, tani më vjen edhe 15% rritje e çmimeve, sepse nuk është vetëm rritja e çmimit të energjisë këtu. Jo, më çfarë, pakta që diskutohet çdo ditë dhe sigurisht që reagimi i qytetarëve do të jetë shumë i madh, po shihet. Çdo ditë po rritemi si grup, do të thotë kemi bërë mbi 2500 anëtar vetëm brenda ndoshta një javë dite ose më pak, dhe çdo ditë jemi në terren, çdo ditë jemi takime me shumë organizata, grupe të organizuara, të cilët po mobilizohem që me datën 5 t'i tregojmë zotit Feyzullahu dhe të gjithë atyre akterëve të tjerë që nuk mund të kalojnë lehtë dhe nuk ka veç zotin Feyzullahu.
Do të thonë një bord. Ai e ka marrë atë flamurin. Ai e ka marrë flamurin, u dol, hallalli kohë. E ka qit veten baha që thonë populli kështu. Kur në ballë të mbrojtjes një diçkaje që nuk mbrohet, atëherë duhet përgatitesh edhe për reaksione, edhe për kritikat e tjerë, asgjë personale me zonë vizionale. Madje as nuk e njeh kush është, por që përderisa e ka bërë veten bajraktar në mbrojtjen e këtij vendimi të dëmshëm dhe komplet jo transparent, sepse mendum lejo ta them, ajo çfarë neve na ka shqetësuar më shumë është jo transparenca në këtë proces. Kur merren mendime të tilla, institucionet e kanë obligim të bëjnë diskutime publike me grupet interesit, me qytetarët. Pra fatmirësisht kemi shumë ekspertë fushës, të cilët kishin mujt edhe me kontribu, sepse ne nuk është që jemi kundër zhvillimit. Edhe ne kuptojmë legjislacionin, kuptojmë, do të jemë qytetarë që kontribuojnë për këtë vend, qoftë me taksa, qoftë me punën tonë përditshme. Mirë, po në anën tjetër kur po shohim që qytetarit përrendohet jeta çdo ditë dhe ata të cilët janë vendimarrës nuk po e marrin parasysh këtë, atëherë çfarë të bëjmë? Detyra roli jonë është që të reagojmë dhe Besnik, për shembull, rryma në kohë raport që është rrit, domethënë këto 4 vitet e fundit. Para kësaj 15% dikon një 105% ose 110% deri tash. Me thonë nuk ju kum pa që keni reaguar më herët, ose nashta unë kum harru, s'po di. Kemë reaguar. Dëgjoj, është e vërtetë që nashta ose në reagimi nuk ka qenë i kësaj forme. S'ke bërë protesta. Shpesh po është e vërtetë. Por grupi shoqërisë civile kanë bërë, edhe 2022 ka pas protestë. Grupi kundër shtërtimit rrymës është funksional moti prej 2017 se s'ka bëj. Do të thonë ka pas aktivitete të vazhdueshme. Normalisht njerëzit angażohen në fusha ndryshme. Tash nuk është të thonë që secili do të thonë një grup i caktuar i njerëzve më marr me gjitha aktivitetet, dikush për rrymë, dikush për bërllog, dikush për ndërtime, kështu me radhë. Ideja është me pas sa më shumë grupe aktive, fatkeqësisht mendoj që ka qenë në interesin jo vetëm dikujt, por në interesin e shumë kujt këtë vend, ka qenë që me herë zonin qytetar. Po. Sepse i kanë kalkuluar për interesat e tyre dhe natyrisht kur nuk ka zonë qytetar, është shumë më e lehtë me marr vendime, edhe po ashtu me ndërtu një farë narracionin publik me një farë gjuhë pak më të komplikume që njerëzit mos me kuptu. Tash nëse brenda ditës kush ka ku, tash po nisim edhe na që jemi këtu, këtë kemi angazhime tjera private, se kemi rrymën personale, ta kuptojmë këtë gjë. Por për te kësaj as nuk kemi ku me unale dhe me analizu tash këtë projekcionet që kanë ndodhur të energjisë këtë në Kosovën e pas luftës edhe me mandej me dalë me analizë. Ka ekspert kësaj pune që merren, edhe që po na japin çdo ditë informata. Më e mira e kësaj ka qenë që edhe që na kanë nxit më tepër mendohesh që kemi pas ekspert të fushës, edhe të energjisë, edhe të ekonomisë, që na kanë në farë forme na kanë gostit me super informata, edhe na i kanë bërë shumë atlet, da me pas mandej me ngrit zonin edhe me pas reagimin korrekt. Nuk është ideja ti veç me dalë dhe me bëni kërkesë absurde, kur është e parrethshme. Por qëllimi i institucioneve tash ndoshta është bë pak si tabel në këto momente zëreja, jo pse ndoshta ka qenë dëshira jonë, sepse po ajo ka rolin e rregullatorit. As nuk i kemi detyruar në ato njerëz atje më bë pjesë e bordit, as më bë kryetar. Njerëzit i marrin vetë këtë përgjegjësi. Ka konkuruar, ka zgjedhur kuvendi. Ja ka votu votën. Ja ka votu votën edhe kaq. Kur merr kësaj lloj përgjegjësish, kemi përballë edhe me kërkesa. Edhe ç'është më e keqe, domethënë na po flasim tash për një zërë e që i kam mbyll komentet për qytetarë, e kërkon debat publik. E thim, po e poshtë Luani. S'po na vetë komentu, apo hajde bëjmë debat publik. Ka bllokuar do të vetë adresë. Nuk mundesh ti me jo përveç emailit i ka bllokuar edhe komentet në Facebook. S'mundesh me komentu në faqen e zërës. Që hen tash tregoj edhe kamerës, nuk mundesh me komentu. Po s'di çka kanë qela ata në faqen aty. Kjo është tash po kërkon me koni të kërku o zotni debat publik me njerëzve që ja kanë ndalë mundësinë. Ai ka zyra rregullatorit atë. Zyra rregullatorit për energji, që i kanë mbyll komentet, i ka limin tubën, është e ka lënë ai doja të keza. Udhën Shabia përmeni që zërëja, unë thash edhe në hyrjet e emisionit që i kanë dalë edhe emailat. Domethënë nuk mundesh me bë ato komente të cilat me dije zyrtarisht sot me 20 dita fundit, edhe që tu po shihet që me thonë like edhe share, komentet nuk mundesh të shbasë në faqet këtyne të zërëjës. Madje as tek postimi ku ju bëjnë thirrje qytetarëve që dërgojnë komente. Do të me hymë pa dha. Shkove që një më poshtë nëse mund të regjia me. Shko më poshtë regjia nëse mund të. Kjo është e fundit, një e para fundit, para kësaj. Kjo në motor. Se kjo bashkë shumë mirë. Hati njoftimi, po. Opinionin publik e sqaron, duke mos i lënë mundësi me komuniku. Do të këtu ju thot qytetarëve që ju mundin më dërgu komente dhe imagjino, në postim as nuk është email adresa ku njerëzit duhet ishte adresa që ata ta marrin këtu dhe të dërgojnë dhe as nuk lejojnë atje komente.
Kështu që kjo tregon më së miri se për çfarë diskutimi publik bëhet fjalë në këtë rast dhe sa këta kanë interes që këtë vendim tyre me diskutu me publikun. Dhe sa marrin për bazë rrëdhimisht interesit shtetëror. A je profesionist, a je zyre regulatorit, a je atje me marrë vendime korrekte për jetën e qytetarëve. Ashtu po thirrën. Po ti dëgjoj burrë dhe komentet. A mos kam fakt për besnik. S'kan fakt. Okej. Nuk ka, unë kam një farë menime që shitu në Facebook, mundush me shajt që dush, po ati merë seriozisht që ato komente që i bënë që dush, mi dërgu një mail. Normalisht na jemi të bëth thirrje, realisht kemi bëth thirrje prej ditës parë, që sa ma shumë njerëz dhe kishim dash definitivisht me na ndihmu në këtë aspekt edhe mediat, si shumë është në interes me ditë sa është numri i njerëzve që kanë dërgu komente. Një ankes, Profa, bashkimi e ka dërzu, a të ka shku email ti Profa? Po, mund ka shku email. Edhe mund ka shku email, a fatmirësisht. Qa ke këndërsu, Prof? Po, dhe dhonë si qytetari i vendit, kam nisi obligim moral që duke parë vështërsit me të cilën përballën qytetarët e vendit, me ngrit zërin e këtë shqetësim të gjithë për arsye se po vrehet sakt që kjo rritje çmimeve është tendencioze, ka prapavi politike, është vendimet të paragjykuara dhe vendimet të cilat janë pritet e merren, apo si që më përsipër Zoti Zeniullahu, ku ato kemi një bord prej 5 antarëve, edhe ligje përcakton që ato duhet me kanë vendimare, duhet me pas debat, duhet me pas vendimare, dhe e mërë përsipër që kjo punë është e kryer. Këtu është shqetësimi. Do më thonë, kryetari bordit të ZRE-s deklaron pa mbyll komentet, pa mbyll debati publik, pa mbajt mbledhja bordit deklaron me përgjegjësitë e plusi kjo çështje e kryer. Apo ai ka dorëzuar propozimet e veta? ZRE-ja. Po ZRE-ja kemi diskutuar. Ne kemi marrë kërkesat të 35% të këtyne kompanive Kecit, Keskos e këtyne, dhe mes kërkesës 35 ne kemi rënë kontrom, kemi vendosur 15%. Pikërisht kjo çështje është shqetësimi më i madh dhe shqetësimi më i serioz. Pikërisht kjo çështje është që bordi i zyrës së ZRE-s është i kapur me plot kuptimin e fjalës, ta njerëz e paragjykojnë, po për Keskos. Për Keskos, ato dy antarë bordit që kanë qenë më herë punëtor të Keskos. Edhe këtu me qysh atë natë në debatin publik që keni pas në këtë mbledhje, Zoti Zeniullahu që ka deklaru një vendim të paragjykuar pa përfill vendimarrjen e antarëve të tjerë të bordit, prokuria është dashur ta pres jashtë. Është dashur ta pres jashtë, ta marrë në pyetje ku po e din ai çfarë vendimi duhet me marrë pa mbyll debati publik. Mbi çfarë baze ligjore ai mundet me paragjykuar një vendimarrje e cila është pa mbojë debati publik, pa marrë të gjitha informatat e duhura, pa mbojë mbledhja fare me paragjyku vendimarrjen. Ai është institucion i pavarur, është i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës Kosovës, Kuvendi e ka zgjedhur qytetarët e vendit dhe ka një rregullativ ligjore të cilës duhet më përmbajt. Po thuaj që nuk ka pas konsultime brenda bordit për me dalë me qasë qëndrimi, se qëndrimet e Zotit Zeniullahu kanë qenë prejme. Po kanë qenë prejme se dinë rolin e vendimarrjes sepse antarët e bordit rrymën e ko. Po ato e ka vendimarrjen ndoshta të sigurt sepse antarët e bordit janë të shitur. Ato nuk çon asnjë rrugë tjetër. Domethënë vetë se antarët e bordit janë të shitur mbi interesat e sektorit privat të sektorit energjisë. Ne kemi rritje të çmimit të energjisë edhe ne 2 herë para kësaj radha Z, i cili rritje nuk përkon me realitetin. Është rritur në fazën e dytë në vitin 2022 kur është rritur çmimi në tregjet ndërkombëtare me 500 euro megavati për orë energji elektrike. Ka rënë në tregjet ndërkombëtare pse nuk u zbret çmimi. Apo kjo është një, me thonë akuzë drejt për drejt, Prof. Me thonë një shitën, të kushtë, për thu të ketë dhe të ketë. Absolut, mu që atë më qenë vendimar, mu që atë gjykimi jem profesionali më qenë të aja. Po do me thonë që këta ja kanë bo argatin Kecit edhe Keskos. Po absolut, një vendim nëse merret para prakisht, i para gjykuar, pa mojt mbledhja, ato tjetë ku nuk qenë veç se e kanë për të mbrojtur interesat e sektorit të energjisë. A ke dëgju një deklarat kur thot mes nuk ka pas zgjidhje tjetër, o terri, o shtrajtimi rrugës. Po, kam pa. Më thonë, nuk ka, më thonë, këtu të thotë që
Take it or leave it, nuk ka debat. Merë se le. Po, pikërisht janë këtu frazat e tyne të cilat të quajnë që të shtynë me mendu se ata të janë duke mbrojtur interesat të tjera. Kemi të bëjmë me ndo rritja, tendenca për rritjen e çmimit me në 15% të çmimit të energjisë. Kemi të bëjmë me vetëm për 11% të sigurisë së importit. Vetëm të plotësu, prof, besoj është më rëndësi. Do thotë, në momentin që thu merr ose lërë, do thotë, ose rritje, ose reduktim, atëherë a mundet dikush prej tyre me na garantu ne që nëse bëhet kjo rritje ka me pas rrymë. Do thotë, cili është plani? Cili është plani? Do thotë, këta po na thonë që rritja bëhet për shkak të importit, nevojës për import, apo? Dhe vitin e kaluar... Që është të vërtet se na nevojat e tona i mbulojmë me import. Me 60%, me prodhim 40%, 50% është import. Ajde po marrim të mirë qartë. Jo marrim 11% e ki importin, nuk ka shka. Po besojmë të... Po nëse është 1500 megawatt piku. Është ideja në fazën e dimrit. Po, për pik. Normalisht. Po, e vesh një muaj ashtë me ndo. Çështja është kjo. Sot gjosin temperaturat tolta. Kur Bilisivjet s'ka pas nivel të përgjithshëm të dhanat zyrtare, nëse merr sasinë e importuar në gjatë gjithë në vitit fiskal i ki 11% energji të importuar. Po menduju e fokusoj pjesë periudhën e konsumit më të madh. Pse duhet rritet çmimi i energjisë në muajin prill? Kurse në të krejtë rejtë ndërkombëtare bjen çmimi i energjisë. Po çepse duhet, do të ndavon përgjigjen. Ideja është që ti mos më vret faturë, mund të rritet 2-3 euro, po kur të vjen dhjetori të kallëzoj. Që Ademi jo të na nguqin 10 minuta që e ka mush. Tash kam na bombardu. Realisht ne nuk njihemi tash, ne njihemi më edhe me emisione edhe me proklamimet e mia, besoj që tash më njohin edhe pjesa e mediave se çka pasqyroj. Djemë kanë marrë një guxim shumë të mirë ta kenë përballë një kampanjë që duhet ta kenë asociacionit komunave, një kampanjë që duhet ta bëjnë aleancat e bizneseve, një kampanjë që duhet ta bëjnë odat ekonomike, që këta e kanë marrë si sektor privat. Këta po simbolizojnë edhe një shoqëri, edhe një rreth po edhe po simbolizojnë një familje, sepse i kam pa publikimet e tyre, kryesisht lidhen me kërkesat e shtresës të varfër. Dhe jo vetëm, të lutna. Se jemi në bashkëpunim me krejt odat e bizneseve, me rjetën e bizneseve. Nuk ndërpreta dëgjova, Po jo se ti... është proklamim i mirë. Kjo asnjë cent më shumë, për mua është e volume, sepse kur e kemi pas 115, ku lirisht ke mujt me shkru, asnjë euro më shumë. E ke pas ma komplete, dhe mos me hy me centa. Po, unë veç e kam prit këtë rritje, se me rritjen e pagës minimale, 180, 190 dhe shkon të 350, bota apo bankat apo zhvillimi konsiderohet që ky shtet ka një komoditet mirë, po ecë me një ekonomi të zhvilluar, shoqëria ka filluar të pasurohet, mirëqenia ka filluar të rritet, varfria të zvoglohet, punësimi të rritet. Dhe këtu janë elementet që simbolizojnë dhe japin të drejtë për rritjen e pagës minimale. Unë dëgjova kryeministrin dje kur tha po pregaditemi për rritjen e pagës minimale 500. Unë lirisht i thënë, po pregaditemi për rritjen e tatimeve për fazën tjetër. Do të harroj 15%. Do të kënaqemi 15%. Unë e di vetëm një vendim që unë e kam ngritë edhe në media, tarifat fikse. Kur i ka rritë prej 1.7 i ka bu 2 euro. Ma e ronë është ajo tarif që është ku si proklami medial edhe një ditë edhe ufshe. Po, për kekun ka qenë 1.6 milion. Ma shumë. Ma shumë e ka prekt mujurën, sa ku mujtë me logaritë si numër orëve. Pa e ditë konsumit. 750.000 konsumatorë ora, herë 2, po 1 milion e gjysë. Unë hyna vetëm orat e tyres është edhe mora si po. Po, 750.000. Plus kostoja e kyqës, më ndajme. Ne kemi qenë edhe para fushatës. Protesta kryesore është desht tjetë dita e zgjedhjeve. Unë them është e vonë dhe është e kotë protesta dhe ju ftoj të mos bojnë, të s'marrim pjesë. Sepse këta po simbolizojnë një 10.000, 50.000, 80.000 në i like në i shpërndarje në rrjetet sociale dhe jem okej, egzoshin 15%. A me durua që? Qka përfaqëson ti? Përfaqëson një grupë.
Ai është duke përfaqësu 396.000 plus 1.000 vota. Okej, nëse na mos Kush ka dashur me të si na dojnë vota, si na mos Ai është një kryeminist. S'ka lidhje me kryeministrin. Ai është një kryeminist që ka çdo rekord votave. Kështu që, unë them, nëse ne përgatitem ushqim para dite, ne duhet ta ham drek. Kështu që duhet me alon qytetari, le ta shijon shijen e tij, le ta shijon çka ka zgjedh, le ta shijon benefitet, se kjo është benefit qeveritar, sepse javë kthen me pagën minimale, javë kthen shembull për në fund vet, Hekurani më nuk do t'i ketë 50 euro me dhurat, po do t'i ketë 100. Mirë, a mund të pëlqen satira, satire mirë. Une ju kundërshtoj fuqishëm. Unë i besoj institucioneve, i besoj zërejës, nuk i besoj kapjes. Kjo është vetëm proklamim, zëreja po vazhdon aty ku ka qenë gjithmonë. Nuk ka në ndryshim që mund me pasë. Me po interaktiv, po se jalla një 5 minuta më shprek së lirë Une pres që qytetari vetëm të jetë i rregull, sepse tash nëse i shkyqet rryma, nuk e ka mo tarifën e njëjtë për kyqje. Edhe aty kemi ndryshim. Duhet i tregojmë qytetarit që t'jetë sa ma i sjellshëm, t'jetë sa ma i sigur, më i dëgjueshëm, edhe ministru tash ka marrë kur ti 400.000 vota, hajde si sektori privat, firmav që javë ka bo me ble rymën para se me harxhu. Unë i propozoj qytetarit vendit që ta paguj një parapagim deri në 200 euro, edhe nëse ju vje ryma 100, po për derisa në zgjede atë lider, unë kam pare, unë jam komod, me ta, unë e shë një ardhme. Unë e them që qytetari le t'jetë një parapagim për 200 euro që mos t'kem nevoj me blerym, po t'i ka keci rezervat financiare, sepse rezervat financiare lujnë rol shumë në marrjen e çmimit më të lirë. Nëse qeveria e Kosovës blen rrym pa i vy, merr çmim më të mirë. Qeveria rrym, modem. Dëgjom, unë jam qeveri. Familjet janë qeveri, kështu që ftoj, për derisa ato 390.000 familje që e kanë votu, të paguajnë, qytetar, ata qytetar, ta para paguajnë energjinë, sepse me të vërtet vendi ka nevoj për blerje të rrymës, se tash është kthyn treg, edhe është tregu më profitabil. Po Luana, e një klejnë Allah. Mirë, të gjone pe pasure diçka që është reale. Ju duket humor, po është kjo që po ndodh. Në fakt, absolutisht është humor. Është kjo që po ndodh. Dhe është pikërisht që shpëthuti. Është kërkesa për qytetarin është purët që po thotë. Do qytetarit i kërkohet të mos reagojë, të pajtohet me secilin mendim. Po qytetari ka tregu që jam as te. Po pra, mund të ketë logjik edhe kjo që qytetari ka votuar. Por një gjë duhet ta kemi qartë. Ne nuk kemi të bë protest kundër Albin Kurtit dhe qeverisë. Jo, se qeverisë ka, qeveria është dërheqë. Aktualisht ne nuk kemi qeveri. Tani me nuk e dim as kush do të jetë kryeministër, akoma s'është konstituuar kuvendi, do të kemi vetëm certifikimin se kish me qenë shumë e lehtë për ne, se ne ta kishim një adresë, ta kishim një qeveri funksionale, dhe mandej ndoshta edhe ne do ta ndronim mënyrën se si kemi me ju qas kërkesës tonë. Mirë, po duke qenë kështu. Atëherë i vetmi institucion funksional është zyra e rregullatorit. Për momentin. Deri në konstituimin e qeverisë. Qytetarët edhe mund të bëjnë gabimet e tyre në zgjedhje, në votime, e tjera. Mirë po, janë grupet, ata mund të votojnë edhe 500.000 edhe 700.000 për një subjekt ose për një parti politike, po kjo nuk do të thotë që nuk ka me pas aktivist njerëz të cilët kanë me dalë kundër. Unë e di që vetëm e ka përfundu mandatin 4 vjeçar pas një shumë mirë që ka dëgjom. Për grev, po nuk është mirë. Ne kemi shumë nevojë me provu parti politike lider me si performojnë. Është shumë normale, do thotë as me fakt një lëvizje siç ka qenë lëvizja vendosje, e cila më vite ka proklamuar që këtu protesta gjitha dhe shumë mirë që janë bërë. Ne qytetarët i kemi pasur si performojnë. Tash një pjesë e qytetarëve e ka pasur që nuk ka performuar mirë dhe nuk ja kanë dhënë 50%. Kështu që megjithatë e kemi një lloj refleksioni të shoqërisë e cila ka treguar që den të reagojnë në momente të caktuara dhe ka lënë një farë barometri
tjetër megjithatë është, shumicën absolute se ka një parti politike, kështu që nuk mundemi me akuzu këtu qytetarin të më thënë, ju e keni zgjedh këtë subjekt politik, dhe tani me ju durani, absolutisht jo. Ne duhet Po nëse ti flet për subjektin politik, po nëse flet si lider, si kryeministër, si Albin, ka rritje të votave. Mirë, po nëse kemi dëgjuar akoma... E ata tash i ka përqy vendimin ti. Se ka bas ofër mbi 200 vota, tash i ka ofër... Adem, ne nuk kemi dëgjuar akoma kryeministrin të taket një deklarat publike. Që është proklamimi, ne kemi ikje përgjithësi. Unë kom shumë besim, mendoj që shumë shpejt... Nëse kemi dëgjuar kryeministrin... Kom shumë besim që kemi me pas edhe pjesë në 70 protestës, kryeministrin potencial, si tash alos kemi institucionet zgjedhuna, unë e pres që ai me grupën me cilën na kanë thirrë kreve këto vitet e fundit, ne nuk është që s'kemi bashkëpunu në kuptimin si qytetar, sa herë që ka pas nisma të mira në interesin publik, jemi bashku edhe pa e postu në Facebook, kështu, pa e bojmë, por ideja është që unë menoj që në Kosovë adem po vendoset një standard i ri. Është mirë që qeveria e fundit e ka zgjatë 4 vjetë. Pse? Se është dashur me ndodh kjo. Se gjithmonë jemi thirrë në ata, po s'ka mujt këtë qeveri mi kry këtë punë se veç 2 vjetë. Kjo punë 1 vjet e gjys, kjo punë ka pas arsyetime të kryeministrave të kaluar që asnjëherë një mandat s'ka shkuar deri në fund. Tash qytetarët e kanë provuar edhe një mandat plot. Tash qytetarët në Kosovë i kanë provuar edhe krejt partitë politike, edhe krejt krerët e partive politike. Tash është momenti që qytetari më dhon zonin e vet. E ka dhënë. Jo, nuk mendoj ashtu. Edhe në Francë votojnë partitë politike për 300 për lider, se këto janë vendimet e liderit, si paga minimale, si shumë gjëra tjera janë vendimet e një liderit. Se mu nuk ma merr mendja që ekziston një njeri që mendon që Kurani guxon me rrit diçka pa urdhrin e kryeministrit. Po kupton? Mu nuk ma pletson mua atë nevojë që guxon me marr atë drejt. Por realisht na kemi një kontacion dhe kam unë gjithmonë dyshim edhe nuk mundëm as ta bëj një analizë, kur unë i them, si pas analizave që thuja i kam për fundim, gati 30 euro, 35 euro është për person, familje si vjerryma. Nëse një familje ka 5 antarë, dhe më thonë ja kalën 150 euro në rrymë. Proklamohen sepse po ngrohemi me nxemje, me pompë termike. Po qeveria mu më stimuloj me pompa termike. Ma të regoj kaje. Po nuk po bëj ga jo me argju. Po këthemi me dru është ma e lirë. Pyet. Po këthemi me qëmër. Na vynë për rrymë, sepse ne flejmë mbi qëmër. Ne flejmë mbi qëmër dhe rryma do të lirohet. Unë kam prit që të ketë lirim të rrymës. Po edhe nëse ka rritje, unë do ta përkrah. Me 7 shkurt. Nëse keni harru, me 7 shkurt, është bo një reagim i ZRS, thot e shumë fake news, rritje në çmimit të energjisë elektrike, 2 ditë para zgjedhjeve. Ajo ka qenë mendoj. Dhe derisa është ja ka nisur ful në përqytetar që kjo parti mbështet po na rritet edhe një herë, dul ZRA tha që është fake news. Bile në portale, kompania e cila merret me këtë deri tash me gjet fake news i ka dënuar këtë portalet që kanë publikuar lajmin dhe ajo ka ul rishin midis zgjedhjeve për shkak se ka publikuar kundër qeverisë. Fake news kundër qeverisë që dul që nuk ka fake news, nuk ka një vërtet. Dhe kjo ma jap ato që thot bashkimi që kanë njerë edhe jo si shoqënisë civile jeni të harru qeverinë. Më thonë nuk ka veç ZRA vet aty. Jo. Është një farë grupi për bashkët që në 2021 i ka marrë shifrat e qeverisë, propozimet e qeverisë edhe është rritë rryma qatë se ka propozuar qeveria. Pavarësia e të sqarojmë paraprakisht qysh kena ardhur deri këtu. Problemi është më i thellë se sa që po proklamohet kur ndodh një akt i caktuar, qoftë një vendim i caktuar, një vendim në një kohë të caktuar. Domethënë problemi është më i thellë. Qeveria që është aktualisht ka ardhur me shumë pompozitet, duke akuzuar secilin që nuk ka realizuar investime strategjike në sektorin e tij. Çka ndodhi? Erdhën në qeveri, i patën shumicën absolute që s'ka ndodhur asnjëherë pas luftës. Të gjithë mekanizmat ligjore i patën dhe nuk e shfrytzuan asnjë. I shfrytzuan për blerje të energjisë elektrike përmes Martin Berishajt. I shfrytzuan dhe i kesmenaxhuan ndërmarrjet publike skajsmërisht. 5-6 herë ka ndrru bordin e ndërmarrjes publike të Kekut. Shkarkon, ngarko. Derisa i vendosën njerëzit e tyre në petkun politik, si rezultat
i kësë menaxhimit të skajshëm kina ardhur në këtë rritje që po tentohet të rreth energjisë elektrike. Po du me dorë, vetëm si informacion po jap. Komisioni Evropian në vitin 2018 e ka jap një raport i cili thotë që Kosova B duhet të shkojë në revitalizim. Plani dinamik ka qenë të shkojë në revitalizim në vitin 2019. Si kanë ardhur ta në pushtet e kanë dalë. Çka ka ndodhur? Ideja ka qenë që në 2025 të lëshohet me 60 megawatt shtesë dhe ka ndodhur dhe kundërta. Gjatë gjithë kohës ka pasur prishje, sepse si makina, ato janë termoelektrona, si makina që punojnë, nëse nuk servisohet, aja do të ketë prishje. Jënë 50 megawatt për orë energji elektrike më pak në 2 bloqet, që bojnë mesatarisht 300.000 euro në mujt, edhe miliona euro në vjetë. Edhe pikërisht to problemi, se i ka nalë të gjitha investimet me tendencë të blerjes energjisë elektrike në kohën e pikut, ku dikush ka përfituar që kemi edhe akgjykime, edhe të drejtorit që është duke u gjykuar ish drejtorit Nagit Krasniqit, edhe Martin Berishajt, edhe të tjerë që do del një cikël liter zinxhiror infiltruar direkt edhe nga qeveria e Kosovës për dështimet kolosale që janë bërë në kjo është vërtet që nështë kjo aspekti i energjisë me konsumu debatin edhe në atë frymën politike në me shumë kohë dhe energji. Jo, po unë nuk du me amnistu qeverin në raport me ato që ka ndu. Qeveria o shefi. Dëgjoj, s'është ideja absolute edhe politika e qeverisë zbaton zëveja. As qeverisë fundit, as qeverive paraproke që kanë nëvesh në sektorin energjisë. Për diçka është një farë ide se kur po konsumot debati edhe po orientohet në çdo tema mëndej, po harrojmë që jemi përballë një realiteti sot. Jo që po dojnë absolutisht s'du me amnistu kërkon që ka udhëheq me institucionet, por ideja është që sot jemi para një realiteti të ri. Një realitet që po pritet me na urrit edhe 15% rrëma. Na është rrit e thamë, ma shumë se 100%, po pritet me shku në 126% me rritin e rej nëse shkojmë me 15%, që kjo du të më konë debati. Të kalumët, fatkeqësisht, s'kemi mujt në ashtë të krejt bashkë edhe si shoqni, nësë me kolektiv me bo ma shumë. Jo me kemi përbigjet qka na? Kemi përbigjet qka, është momenti mos me leju. Pse? Pse thash vendoset një standard i ri? Se nëse që ky qytetar tash e tregon, që është momentumi, na du të me shfrytzu momentumin si shoqni për çështjet kolektive. Nëse na tash tregojmë që për ne jemi bashk në këtë çështje, t'jeni të bindur që asnjë qeveri, kushdo që vjen nesër kryeministër, nuk ka me pas guximin, asnjë agjencion i pavarur, kushdo që është, nuk ka me pas më guximin me marr vendime të tilla. Se nuk është ideja e grupit komunal veç te 15%. Ashta kjo është një nizmë. Ka dhe shumë gjana tjera që kjo shoqni mund të me i çu përpara. Dikush tash në sektorit të energjisë, dikush në sektorit të ekonomisë, dikush në kështu me radhë. Kështu që një farë forme s'po thonë mi harru, po t'i japim fokus që ti 15% që s'është me nevojë. Kur ta ndalim këto, t'jeni të bindun që kena me pas mundësi edhe për temat e tjera më ndaj. Po besoni që mundi me jo që besoj, po kjo sigurisht që ka mundësi. Nuk ka fund ditës është interesi gjithëve kjo. S'është besimi. Se këto e prek xhepin e vet secilin. Me thonë se na durojmë kush të vjen plus 15, realisht na si shoqëri jemi edhe të pritueshëm, unë i përgëzoj edhe një herë do të shihemi edhe në debate, bile kërkoj nga menduj që edhe mas protestet shihemi. Sigurisht. Beso saktë di sa do të kenë. Aq do të ketë kryeministri media kur të jep intervistë. Aq do të jenë protesta. Sepse ne jemi një shoqëri që dim të durojmë edhe të mos tregojmë për vonesën. Realisht kjo nuk do ta vërfran. Kjo do të arrit pak migrimin, do të shkojnë të punojnë për 2 vite dhe do të vinë edhe më të pasun. Kështu e sheh politikat sociale vendin edhe zhvillimin. Nuk jam unë kundër. Po vetëm deta di qytetari që nëse 15% po i ndihmojnë këtë pjesë në bazë studimet që më bëron që ja ku më kushtu komplet këtyne në faqe, 15% nuk do të thotë që e ka një produkt €1 dhe do të bëhet €1.15. Leta gabon ato. 15% do të preket shembull për një prodhim të produktit. Do të preket fuqia punëtore, sepse do të kërkohet për ngroje për të. 15% do të kërkohet karburantët, sepse do transportohet për to. 15% do të kërkohet tek prodhimi, 15% të shitja dhe 15% të vitimi. Mund të them që buka do të e prek pjesën 75 cent. Jo të 25 sa e ka proklamu.
qumshti do ta kalon 15% 75% plus për bukë. Buka do të kushton 75 cent, që sot kushton 4.50. Po më nga e kanë analiza, se s'ke të baj me 15% rriti, po kia të vëshon që kam jushtu. Dëgjam, une ti tregova faktort, pa impliku institucione. E kuptova që... Une ti tregova faktor deri një prodhëm, se industria, shambull, nëse e proklamon pjesën e industrisë për blerje të rrymës, atëherë, që ta mërmenja biznesi, do që ullë 15% nga fitimi, Jo, biznesi asë është lartë. vetëm do t'ja shtën. 15 që është për ekonomi familjare. ekonomi familjare 15. Se Biznesi kalon 3 lirë. Për ato unë s'deshta me fokusu të pjesën e biznesit. Na jemi të e gabu këto, ku është buka. Dhe më thonë, për herë të parë në Kosovë lejohet një rritje edhe mbi produktet esenciale dhe jemi të qetë, jemi të durushëm. Kështë që unë e them, ruani këtë butësi, ruani këtë qëtësi, deri në shijimin e fundit. Atëherë ne do t'jemi më të vëvendshëm. Unë jam me këta djemë. Në rregull, edhe unë jam. Po unë po du mi tregu këtyre djemve, se me çfarë shoqërie kemi të bëjmë. Ne dim... Mujmë na me duru me që politikanë që qotë me morë vendime, nëse prek për qëmsh, do ta prek 1 euro gjysmë. Shokolite që ka votat aj. Do nëse prek për vaj, do ta prek 1 euro 70. Se ka marrë votën prej morë. Unë kam vizitu vendet evropiane. Mund them që edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Itali, janë çmimet e produkteve esenciale mos them 30% më të lira se në Kosovë. Edhe pse kanë kundër efekt 6 fishin ose 7 fishin e të ardhurat tona. Nëse ne zgjedhim të rrim për më lirë se jeta është më lirë, më nuk është. Nëse zgjedhim ne të rrim se kemi mjekësi të mirë, ajo është dështim. Nëse ne flasim për arsim, përveç nëse është dëbona i arsim në Kaçanik, duke këndu Kaçaniku t'i rap pika, vetëm në zhvillim për 4 vjet e kemi qatë kongë, që unë them që do të befasohni me ikjen dhe migrimin në mënyrë ligjore që do ta praktikojnë qytetarët. Ti je vetë ekonomist, edhe na e morëm një lajm, e thash edhe me një emision tjetër. Për shembull, veç mujt shkurt, kur dolëm prej takimit për lidhjes bizneseve, mendo. Veç mujt shkurt. Një grafikon për medinë. Pa problem. Domethënë, besoj i keni edhe ju këtë informata si ekonomist. Ti marr krasje me 2 muajt. Veç shkurti i vitit 2025-2024 kish rënë të eksportit për 13%, më shumë se 13%. Dëgjoj, unë këtë që pecikti, unë kom pa në fund e partisë që ka bërë rritë deficiti në udhëheqjen e 6 miliard partisë. Domethënë, ja ka ofruar qytetarit si sukses deficitin, se qytetari ti nuk lexon çka është deficiti, e lexon 6 miliard, 7 miliard, u bënë të mëdha. Po të bëjë këtu janë. A nuk e din që ajo është diçka tjetër. Unë kam pa debat të shoqërisë partive që thot importi është një faktor që veç kjo partie ka rritë dhe veç kjo pushtet din me rritë ka fjalë. Dhe dhe sa mirë është dhe na herë do mos të isha ekonomist. Kur po i shë që apo flasë. Po kur po flasim na, se qka është realja. Kur po flasë na qka është realja dhe qar komente marim ne për ngritjen e këtyre çështjeve, do të thot me të vërtetë është mirë. Ande me 4 prill ti del para neve me nxej vendin. Gjeta të dash Unë do t'ju shoh nga media, ju premtoj. Në fotografi edhe jemi në debat. Siguroj do të nxej pa vendin me kohë. Dhe më thonë, një arsyetim me ju përgjithë se kërkësha një mail Ademit se një arsyetim pse na u ngrit 15%. Shi thotë që në veç Gjeorgjia dhe Turqia kanë rrymën mashtrajtëse na. E na, krejt këto tjerat, na jemi fund. Po na, që atje, jemi edhe ma fund se Turqia. Pa GDP. Pa GDP edhe jemi në fund zhvillim. Me na shit neve si sukses, nëse është që atje, po nyshe torna tona personale dhe zhvillimi jonë ekonomik nuk mund të më krahasu me Kur e ka modë zyra kryeministrit dhe Ministria e Financave zhvillimin ekonomik, punësimin për kokë banore, e ka modë me numrin e regjistrimit tash. Kur e ka modë me numrin e regjistrimit të punësumën, e ka modë me numrin e popullsisë më hershme. Do më thonë ati interesën vetëm ku është shifra më e modë. Nuk i interesën impakti. A është që ajo shoqëri me të vërtetë që është rritë. Do më thonë mu me vishin dhona që nuk kemi punësim.
për shkak migrimit, kemi humbjet punës. Mu unë vishin që kemi mbylljet firmave, vizitojshëm veç e pas një kemi vizitu aliancën e biznesave në Kosovës dhe i shehni. Dëmon, as një faktor për 4 vite nuk është pozitiv. Të ikin korporatat, të shkojnë në Amerikë për investim është sukses. Sepse ne kemi marrë tregun e Evropës dhe po ndrojnë treg. Po të ikë në Macedoni. Në Marzik është turbi. Madje në Serbi. Qeleja. Unë erdha nga Ferizoj shehe vetëm në rrugë. Proklamimin e kam bisiguri. As një profesion ma nuk e ka nivelin më të knaqshëm. 15% rritje. Në vëllon kostoja për kilovat në orë, 8.8 cent, GDP-ja për kokë banori, Kosova dele para sa i përket tash në kuptimin e çmimit rrymës në rajon. Në raport me GDP në populasin gjithë. Normalisht këtë na duhet me krahazu me GDP. Se një ekspert një ditë më tha që jo tha ti pe krahasën me GDP. Më thash po me çka duhet me krahasu? Me çfarë? Ai është mos i kryesor Ai ekspert i GDP. Se me GDP be krahasu. Ka akord me vetë. Nuk e di. Ti më thon se me GDP. Tash me çka duhet? Mos ke debat kës. Kërkesa jem më e madhe e këtyre djemve dhe këti grupit është të mos proklamohet dhe të mos jetë në petkun e partive politike. Lutëm të jetë një thirrje qytetarve. Besnikun ma pak, Leonin në gjërmot si lutëm që jetë një thirrje qytetarve, sepse unë po shoh ndjeveç e poshat skenën mediale të ëmbëlsirës dhe disa njerëz edhe kur protestojnë nuk kanë po ofrojnë ma komoditetin e besueshmërisë, sepse 2 vite të lavdrash dhe për një ditë gjuash torte nuk penuj ma të qytetarit. Që lutemi tek jo, që mos t'jeni pjesë e partive politike dhe petkut politik që qytetari let ta sheh, sepse gjithë fuqin time profesionale e them që mos më shikon në parti se asë njerë nuk më punu në institucionet Kosovë, të Republikës. Gjithmonë kam qenë sektorin privat. Asë njerë nuk kam qenë në pjesën e partive politike dhe asë njerë kandidat për ndonjë pozitë politike. Gjithmonë jam shkollu dhe kam punësu për sektorin privat. S'ka lidhje. Edhe historik. Po besueshmëria e qytetarit ma nuk është te këta. Besueshmëria e qytetarit është te një iniciativë e qytetarëve që i ikin pjesës politike, i ikin pjesës politike dhe të jetë parë. Unë po i tregoj çka don qytetari. Edhe unë me herët i tregova me çka kanë me u përballë. Sepse ne i kemi kalu këtë sfida dhe vetëm ne e dim se çfarë komente marrim kur jemi në emisione të mendue apo në emisione tjera, në emaila private, në mesazhe private dhe jo nga qytetarë të rëndëm. Marrim nga njerëz që janë kredibil dhe janë të institucionet. Kështu që edhe joja nuk është jo mo. Edhe nëse thu që 15% që do ta varfran thotë është proces normal. Krejt botën është kushtuar rryma. Qyto, Adem. Tash më dasht për çef të atyne që kush do të qofshin mbështet një kthy që tabel për vëdh prap. Më na citni vetë part nalt atje. Vëdim. Fuqia bler. Ama na jemi në tranzicion. Na jemi në tranzicion. Që ta tranzicion. Tash do të prina vetëm me rritje të çmimit të energjisë elektrike. Pikërisht, unë mendoj që këto do të më konë bazamenti i këtij debati. Po, absolutisht. Qytetari i këtij vendi me këto të hyra dhe me këtë fuqi blerëse që e ka, a do të mundet ta përballojë atë që thotë ti? A do të mundet ta paguajë 70 cent, 75 cent bukën? Më elementare. Po. Dhe mendoj që esenciale, produktet esenciale asnjë nuk shpëton pa 10 deri në 15 cent. Edhe gjykatën ndryshe, për ndryshe Adem për një gjë më të siguru ju këtu po edhe qytetarët që asnjëri prej nesh në atë grup. Për asnjë parti politike nuk ka qenë as aktivist, as antar e as kandidat. Ne na udhëheq gjithmonë një kauz për të kontribuar për të mirën e përgjithshme. Dhe kjo na ka mbajtur tash 13 vite pa modesti po them me vetëm një organizat që i kemi mbietu 13 vite intensivisht një kauzë mjedisore që e njekëm. Do të kemi prit e përcjell qeveri, kemi normalisht që i mundu me bashkëpunu me institucione, sepse na mendojmë që institucioni është adresa ku duhet shkojmë ne për të kërkuar zgjidhje. Kush do të qoftë kryeministër? Kush do të qoftë ministër, kryetar komune? Ne nuk i shohim se parti politike, ne i shohim si institucione. Andaj edhe në këtë rast,
Ne veç po munduemi t'jem, s'po dua të them një zë i qytetarëve, po dikush i cili është pak më i zëshëm dhe po i fton të gjithë që të angazhohemi dhe ta kundërshtojmë bashkë dhe do ta ndalim bashkë. Po e them prap, qytetarët e këtij vendi dinë me reagu. Dhe këtë herë, unë gjithë atyre që janë skeptikë, ju them, shihemi me datën 5, vendosim bast. Dhe kemi me i pa sheshat e Prishtinës si kanë me mbush me njerëz të cilët nuk pajtohen me këtë padrejtësi. Nuk pajtohen. Sepse me të vërtetë është ajo që ju e thatë, do të jetë e pamundur me jetu normalisht këtë vend. Nëse kemi vendos me lëshu Kosovën gjithë, me emigru jashtë në mënyrë paqeje. Po. Pas një presion, luftë ose diçka tjetër. Atëherë mundemi me u pajtu edhe me këto rritje të çmimeve të tjera. Vetëm edhe një element dëgjoj. Reagimit qytetare, pavarësisht prej kujt do të vinë, dhe mënyra vetëm duhet të jetë demokratike. Nëse flasim për kredibilitetin, njerëzit edhe bëjnë gabim me njëtën e tyre. Dinë ndonjëherë të rreshtohen edhe gabim. Po ne nuk duhet të gjykojmë. Kështu që reflektojnë njerëzit dhe duhet mendoj të jemi të kënaqur kur dikush e ka pasur që me një periudhë të angazhimit vet ka qenë gabim. Dhe është mirë të merret edhe shembull madje, sepse njerëzit gabojnë dhe secili që mundet me kontribu këtë kauzë është i mirë se ardhur, përderisa është në premisat e këtij rrugtimi ku do ta kundërshtojmë qoftë edhe i orkestruar. S'ka shumë rëndësi. Rëndësi ka që ne këtë vendim të dëmshëm ta ndalojmë. Dhe asaj rrugë jem dhe me vërtet dorëzohemi derisa të mbërrihet ai qëllim. Është ne shoqëni civile, realisht mediat e kanë përkrahur gjithë. Shumicën absolute të rasteve, mediat jeni opozitë e cilës do qeveri. Dhe me thonë dhe që është roli primar i medias me qenë opozitë e se cilës qeveri. Po që kjo, besnik, tani e marrëm edhe opinionin për bashkimit, ta jap një farë shtytje shtesë me shumë protestim. Mario shtytje po... Mos harroni se janë 350 euro rrogë paga minimale për të bënë fund të mandatit. Shumë e saktë. Tu ka përdorë si pikë, si referincë, më të shtrajtur. Në momentin që e thani diçka shumë e rëndësishme Ademi, momentin që është folë për pagën minimale, kanë kthy çmimet në mënyrë të jashtëzakonshme. Tashmë nuk është duke menduar kurkush për 15%. Veç kur se shet shumë shtiparin. Alofa u fol për çmimin e rrymës. Domthonë veç proklamimet kanë filluar. Sektori privat ka filluar ta bëjë. Me dashje pa dashje jemi në kontakt me këtë. Kemi parë rritje çmimeve sektor ndryshëm biznese. Dominier ka filluar më fol për rritje çmimeve. Plus ka filluar më fol për reduktim të numrit punëtorëve. Me atë farë që qëtën... Realisht është zgjidhja e vetë me kjo. 50 ose... Për t'ja dojnë ta morë atë barazmishën e hapjet bizneset. Qëfar terrori ka kriju në masë. Në anën tjetër, kur po dëgjoj njerëz institucioneve që udhëheqin me ministri, shikoni qëfar shembuj marrin. Edhe Gjermani lëviz prej Gjermanisë në Zvicër. Domethënë që të shembull krahasu se ka një ministra, zëvendësministra, një udhëheqje një sektori që e ka një pagë super të mirë, një rati, edhe i drejtohet qytetarit, a llogarit, unë gjithmonë e tham këto, edhe për ju drejtohet nëse do të njerëzve. Gjermani kur lëviz për Zvicër, ai shkon për një jetë më të mirë, për me ndryshu, halo me bo standardin më të mirë. Shqiptari, Kosovari kur shkon për Kosovës, shkon me nis jetën. Që kjo diferenca, me fillu për zero. Na shkojna me fillu jetën, e përmendëm më herët, shkon me bleni kerr, shkon me bleni shtëpi, se s'ka. Ai Gjermani kur lëviz me savojt i gore që merr Gjermani. Profa, e kemi pas edhe ato analizat më herët, paga e qytetarit mesatarja deri në 60% është shku për konsum. Edhe për pjesën e energjisë gati 66%. Tash me këto rritjet e çmimeve, domethënë nuk ka më për pjesën as pushimeve që njihet për komoditet, që i takon ajo matje, po as për shkollim. Domethënë më shkollimi nuk është as 1% si fuqi e pagës. Se këta e menojnë që i blerjen e librës. Jo, konsiderohet që një familje ka 2 fëmijë. Dhe po japin libra. Jo, librat po i dhuron. Faleminderit. Po investimet në arsim që janë më zero dhe asnjëherë në gjendje të keqe nuk është arsimi dhe gjithmonë duke i ofenduar që këtu i kemi këto struktura. Nuk ka investime në arsim, numri qerdhëv të moedin është i jashtëzakonshëm, po unë si në sektorin privat, unë paguaj edhe qerdhe.
sepse nuk punojnë, dy prind nuk punësohet në sektorin shtetëror, nuk mund ta kesh fëmijën çelë pa 2 kontrata. Kështu që janë do benefite që qytetari gjithmonë ka faturë. Sa i përket kësaj të fuqia vlerëse, shihet shumë qartë se Kosova është në vendin më të ulët në rajon, e krahas fuqisë vlerëse të torna për kuk banori që më janë motësi apo indikatori kryesor në ekonomi, t'jep me kuptu që ne jemi të bëjmë një jetë më të keqen në rajon, edhe në nivel europian. Dhe si rezultat, rritja çmimeve të energjisë do të vështirësoj edhe më tepër, do të ul fuqinë vlerëse, do të thelloj varfrinë, do të vështirësoj punën dhe aktivitetin e bizneseve, do të vështirësoj jetën e secilit qytetar që do të arrit, po kostin e jetesës absolut që është duke rritur dhe qytetarë do të gjejnë alternativa të tjera për mbulimin e këtyre shpenzimeve, kur dihet si rezultat që nuk kemi asnjë lëvizje të nivelit të ardhave apo lëvizje të pagave për qytetarët. Edhe ashtu, inflacioni në vitet e të fundit e ka vështirësuar të mase. Unë pres që në protestën e organizuar ka me pas një masivitet të madh të qytetarëve, sepse është mbushur kupa si rezultat i pakënaqësive ndaj qeverisjes aktuale. Pritshmëritë kanë qenë të mëdha, por ju gjithherë mund të interpretohen apo mund të shprehen me votë, por pritjet janë që do të ketë një protestë masive kundër shtrejtimit të rrymes të energjisë elektrike. Dhe kjo e bën më të vështirë edhe do të bëj edhe më motivuese që qytetarët të marrin pjesë për arsye se burdi i zërrejës në vend se të kryjnë detyra dhe përgjegjësitë të tyre në interes të qytetarëve, nga viti 2020 nuk janë të raportuara të dhënat e pasyra financiare të Keskos. Shikoj çka bën. E kanë ndalë mos raportimin të dhëna financiare që janë të obliguar me ligj si institucione biznesore dhe nga viti 2020 ku kanë realizuar rreth 20 milion fitim Kesko, sot ndjem në vitin e përfundu viti 2024 që sigurisht i ka realizuar ose motje që janë rreth 80 milion dhe ti quhet burdi zërrejës nuk i jep asnjë gjub asnjëherë Keskos pse nuk i ka prezantuar të dhënat financiare dhe rrit 15 tenton të rrit 15% çmimin e energjisë elektrike si për shkak keq menaxhimit të tyre. Dhe pse bëhet kjo? Sepse Kesko është një kompani me Kecin. Por këta e vendosin Kecin në humbje si rezultat i rrjetit të shpërndarjes, edhe Keskon e mbuluan me fitim ku i kanë mbi 20 milion në vetë dhe nuk prezantohen atë. Hin shiko në webpagjen e Keskos dhe Kecit nuk i gjen informatat financiare të cilat janë të obliguara të vendosin. Dhe kjo e shtyn edhe bën edhe më të vështirë edhe ban me dyshues këtë vendimarrje, me dyshues e ban këtë vendimarrje dhe qytetarët duhet i përgjigjen masovisht sepse kanë mbet në mëshirën e fatit dhe nuk kanë mbrojtje qeveritare, institucionet e zërrejës, Ministria e Ekonomisë janë të kapun pothuajse tërësisht dhe po shihet që po punojnë për interesa të Kecit dhe duhet masovisht të ndalemi në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Okej, dërgova tani Gjenda derisa të është gati. Kjo do të pagës tonë secilit hiqen një pjesë, shtohet një pjesë e shpenzimeve me rritjen e faturës. Edhe si informatë jap nëse shpengoj, të ardha, domethënë prej tara mesatare, prej tara mesatare rreth 20% tara mesatare në Kosovë shkojnë për pagesën e energjisë elektrike. Çka dallon prej vendeve të BE-s? Na krahasojmë me Zvicra, ata i kanë 2%. Jo, ata i kanë 2-3% pagesë që shkojnë për energji elektrike. Plus, është një faktor që nuk e përmend askush, që kemi të bëjmë me ngruhje. Ne energjinë elektrike nuk e kemi vetëm për konsum, po ki edhe për aktivitete tjera. Pse përdorin qytetarë? Sepse ka mungesë të investimeve në ngrohtëture të qyteteve. Asnjë qytet nuk mbuluhet, domethënë në nivel vendi me ngrohtëture e cila do të ulte konsumin. Do të ketë kërkesën për energji. Një element tjetër, 40-50 megawatt do të ishin shpenzuar më tepër po mos të ishte ngrohtësia e qytetit Prishtinës, po mos të ishin zero kapacitetet. Para mendo, po të kishim edhe 2-13 qytete kryesore me 4-50 megawatt, automatikisht këtë pikën e konsumit do ta ulshim për 3% për me rrit kapacitete, as ideja nuk është. Çdo jetë ka domethënë rrit ka 15-20. Po të tregova, tregu më i madh në Republikën
Republikën e Kosovës më nuk është të bëri biznes ose industri. Është blerja e energjisë. Është kthyer në përfitimin më të madh. Edhe çka është interesant diçka më Edhe zotëria i ZRE-sve që tha, blenë tha ku dëgjoni ma lirë. Kjo i bje institucionit i ka hapur valën e tregut. E thash gabim atë në debat plos me vërtet që ka arrit 6 miliard brenda vitit, s'është, domethënë për me qartësu, se tu marr shumë informata këtë ditë kanë njerë edhe po na as nuk jemi ekspert, po përballemi me shumë informata dhe është më rëndësishme qytetarët me ditë. Shikoj si ka lëviz numri kredive, ju si ekspertat ekonomistë në Kosovë prej 2015-ës 2024-ën. Domethënë, veç para mendon hajde nëse nalemi 2021, 2022, 2023, 2024, llogaritni ku jemi të shku me numrin e kredive. Kjo qytetari është ka varfruar. Edhe kini mesatori sa është 150 milionë. Edhe përsëri me krahasuan janar shkurt 2024 me janar shkurt 2025 ki rritje të befasueshme. Përsëri është duke vazhduar. Problemi është edhe më i thellë. Vetëm në kredi kartela me overdraft janë 450 milionë. Kjo është overdrafti. Bashkim. Jo, këtu janë kredit konsumuese. Kthej një Overdrafti ka shku 470 milionë prej 200 prej 100 milionë. Po një marë, kredit konsumuesi Bashkim, si ekonomistë që të janë për me hangre me pi. Nuk janë për mu zhvillu. Për me bosh pasime kredit kartela, minuse që i të overdraft. 6 miliard që para vështirë kredis, ma shumë se 3 miliard. Se u interesova më ndej me përmisu qatë gabimi që e bona. Ma shumë se 3 miliard ishin kredi konsumuese. Dhe më thonë prej 6 miliardit, ma shumë se 3 miliard në kredi. Na jemi ekonomi konsumuese. Me hongër me pi. Me hongër me pi. Shika edhe te ky grafikën, kur kena reagu pikrish në këtë studio, se në vitin 2021 kanë qenë 271 milion njerëzit që kanë hinë minus, për shkak të inflacionit që ka kalu me lartë në 2022 ka kalu 418 milion. Për parë ka qenë inflacioni dyshifruar. Më bën një pyetje për tash edhe mos jemi këtu. Tash dëgjoj se ndoshta situata mas që kjo në 2024 është alo më keq. Veç di. Kjo po flet më ndaj për një kulturë shpenzimit që ndikimi normalisht edhe këtu do të më fut ndikimin e pandemisë. Nuk mundna më eliminu, po apëshë çka do të thonë kur krijon çësi lloj kulture të shpenzimit më ndaj ose mos kulturë. Mos kulturë të shpenzimit. Apëshë është bë normale tash nuk ke këtë pjesë tani. Sa takosh në shprehje real diçka. Kemi meç dashamer që kur menja nuk i ka shku me bon mbi tërheqje, tash ai veç mundet me gjetë një mundësi mbi 50% të punësuarve në sektorin publik që as 5 ditë, 10 ditë parë nuk i mbulon paga aty në shëndetësi. Edhe në overdraft kemi njerë, pas 10 ditë. Mi 70% mujt e kalon me overdraft. Një dukuri që do ta shprehim. Për shkak se është vështirësu jeta. Kemi ndonjë numër dhënave sa qytetarë janë në kredi në Kosovë. Jo numri i shumë apo sa qytetarë. Një publikim që duhet me reagu është proklamimi social dhe detyrimi për struktura negative. Dëmohon të shihi çdo ditë. Ke vjedhje, kësnime, vrasje. Këtu nuk ndodhin prej mirëqenies. Kjo është kërkesa që nuk mund t'ja del. Anë profesionali nuk ka, rrezikshmëri të madhe, mbjetesa është tuja obligative. Presion social, absolutisht. Që po nola prej pogës të rriten edhe dukurit negative. 650 euro. Po muj me mbjetu pa kredi. Shtrojë pyetja tash. Çish mundesh me mbulu një muj një familje mesatare me 4 anëtar? Me hongër me pi, rryma, bërlogi, uj, internet. Da kemi bu Llogaria që të 162 euro duhen në mujt për një banor me jetu, me mbjetu. Me mbjetu, me mbjetu. 162 euro. Pashku në restoran, pashku, ja jap një propozim se pas ka për me pagën e olt. Antarësovnëve dëndosje, me pulsohën kek, dykun e kanë 350. Atje e ki mundësin ma flet. Ma letë është për me bo një zgjidhje të mirë, po të propozoj. Nuk shitut kjo. Se kjo, një pak si tash mas emisionit, na vjen ai mesazh, apo vjen me punu në kek. Realisht dëshira ime profesionale që 13 vite në sektorin privat, ka qenë të punësoj sa më shumë. Dhe t'i rriti benefitet sa ma shumë dhe t'ju jap drejta punëtorëve sa ma shumë. Po nga njerë, kur po shoh çka po bojnë institucionet, po hamun pak këmbo. Në shtë dhe jashtë hojrit me ndonë, në jo të jetë e punë. Lisan është interesant që probleme shpjegu edhe ekonomistët.
Dhe më thonë, ma shumë ka depozita se sa kredi në Kosovë. Edhe kjo dhe është shumë Edhe kjo është shumë e çuditshme tani. Tani këto e përdor si edhe qeveria Jo, ideja Kjo të ekonomistat ka prezente. kush i ka të depozita. Ideja është kush i ka të depozita. Shumica janë privat. Privat. Nuk janë biznesi. Kur depozitat Nuk janë qytetarëve. Dëgjom, profa. Nuk janë qytetarëve. Edhe Nuk janë qytetarëve. Kujt janë? Janë të një kategorie shumë të vogël, të një 10-15% e popullsisë. Dëgjom, 6 miliard euro. Se po të ndërprej. Psheti depozita 2017-18 kur tregu ka qenë shumë fleksibil dhe të ardhurat për investime në treg kanë qenë të sigurta. Dhe fitimet kanë qenë normale dhe tregu nuk ka pas rrezikshmëri prej luftave, institucioni nuk ka bë thirrje prej luftës. Pandemia dha vetën dhe vazhdon me avazin e qeverisjes. Kur rritën depozitat në një vend, struktura ekonomike apo shkenca ekonomike e nje që tregu ka një problem të brendshëm me faktor të jashtëm ekonomik. Kur ato bin investimet të huaja, sepse investimet të huaja rritin investimet vendore. Nëse vjen një brend i suksesshëm në Kosovë, ajo i bjen brendin me 10 milion shambull qarkullim. Po ne punësohemi si staf. Konsumin aty në punëtorve, qirana aty në punëtorve, ndriqimin paimet që i një institucioni dhe rritin ekuivalencën qajo 10 në institucione me të vëshë shkonderin 13, se bot multiplikimi ekonomik. Për me kuptu, jo, bot shumimi parëv, pak të sigurimi, pak të punëtori, pak të rryma, pak të ushqimi, pak të qiraja, dhe kjo gjithmonë është herët 18 për institucionin. Kur rritën depozitat, është një faktor negativ institucional në një vend ku ka impakt negativ ndërkombëtar. A ka faktor më negativ? A ka faktor të brendshëm? Nuk ka siguri për investime. Kur kryeministri Fred bë thirrje për luftë. Ky është impakti pse qytetari më mire ka një depozit 2.000 për 100.000 euro, se sot t'i futë në treg 2.000 dhe të mbetet në rrugë me investime zero. Jemi në fund po. Kthehemi, dëgjoj, na i kemi informata për ekspertëve të energjisë, me cilët jemi tu bashkëpunu, që në vitin 2021 kanë ardhur me një projekt propozim, me një strategji për 20 vjet. Edhe kjo është thonë publikisht, është thonë prej një eksperti, domethënë Adorem Haxhi Musa, që unë guxojmë ja përmenem nëse do të bisedu. Edhe fillimisht është mirëprit prej anës së qeverisë, domethënë që ka udhëhequr me institucionin 4 vitet e fundit, po këta njerëz më kurse janë kontaktuar. Asi kanë prit takime më çka i vjen kjo tash, po duam me përmbyllë dhonë dhe mos më vazhdo tutje. Nëse ka ardhur një strategji për ekspertëve të fushës që janë tu dhënë sot në parfor me shkolla për vende ndryshme të botës, edhe nuk mirët si e mirëqen, kjo i bjen që kërkush nuk e ka për institucioneve relevante dhe që janë kredibile, dhe që merren me këtë punë nuk e kanë qëllimin, as nuk e kanë idenë me ndihmu qytetarin. Kështu që këtë çka mbetet për neve si qytetar, me krejt ka argumente që i falën fakte kështu me radhë, është me tregu që na nuk e kemi ndërmend mos brops, as nuk e kemi ndërmend me qëndru më indiferent për diksoj, po me pestin, me Ademin, me Profën, se Ademi më tash edhe një kafe, nëse nuk mujna me fija, nejse, në regull, në atë sektori privat nuk jep një kafe. Ja, këta e lypin pak ma të. Kismet zotit, bashk me datën 5 prill, me nëj që me një rekord njerëzve që kanë me qitë poshta teorinë edhe të Ademit edhe të shumë skeptikëve t'il, që kemi me të regu që me të vërtet zoni qytetar ka me qenë maj fuqishëm sas njerë. Edhe zëreja e ka momentin, na i po japim ku, deri me datën 5 prill, ata kanë mundësi me dalë në Facebook, ku do që dojnë ata, edhe komentet mandej le t'i hafin, edhe le të thojnë atje që me të vërtet kemi marrë shumë komente edhe as zëreja nuk e ka interesimin me vështishtu jetën e qytetarëve. Jemi gjithë këtë ditë me pamje kështu nga zyra regulatorit. Ose në ndërhyrje e qeverisë tani. Nëse ju pres me dojnë Albin Kurti me pështu situatën, nëse ju krejt rrugë në dërgujnë në sheshin Skënderbej. Po këthena për fund edhe një aluan çështjes ku shefi i bordit zërejsët 2 zgjidhje ka. O rritje tarifa o terët. Aje ka vetëm një zgjidhje, mos me marrat vendim. Do të thotë kjo është zgjidhja vetëm me çaj duhet me pas. Zakonisht në këto institucione që janë të lidhuna shumë me shtetin
dhe kanë impakt nga liderët, mund të them do ta kenë një zgjidhje të shtyrjes së vendimit, mungesën një bordi dhe të proklamohet deri në zgjedhje institucione. Po bëni sigurt që nuk do të ketë rritje dhe me shumë kënaqësi do të jem pjesëmarrës në protest, po do t'ju shikoj nga një kënd. Vetëm do ta bëj krahasime a më shumë kohë gazetar. Kryeministri a do të keni ju protestues. Nëse ju arrini me pas më shumë do të jetë rendin e parë protesta. Veç tashmë atë një korporatika si kemi dorë. Bordi ZRA-s e ka veç një rrugë. Të shqyrtoj dhe të trajtoj në mënyrë ligjore dhe profesionale të dhanat që i ka para vetës. Të mos merë vendime subjektive dhe interes të sektorit dhe kompanive të tregtar dhe të rrymes, por të gjykoj mbi bazën profesionale. Ai vetëm mbi këtë bazë mund të arshyetoj veten bordi ZRA-s. Në çdo vendim tjetër për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, bordi ZRA-s i mbron interesat e tregtarëve, është i kapur dhe punon për interesat e tyre dhe ftoi publikisht prokurinë e Kosovës, që të bëjë hetime sepse ka tendenca dhe indikacione që këta njerëz janë duke punuar për interesat e sektorit të energjisë të privatëve. Realisht kam besim në institucione, do ta marrin vendimin më të mirë të mundshëm dhe besoj që arsyeshëm do ta shtyjnë vendimin për një afat tjetër dhe protestat sigurisht ta djem do të përgëzohen për iniciativën dhe do ta shohin se me çfarë shoqërie kemi të bëjmë, do të pajtoheni me këtë fat dhe t'ja lejmë kohës ta shohim se ku janë 390.000. Jo me faktin e shoqërisë, ku janë 390.000 votues që me të vërtet kanë dhënë zonin rritje, zhvillim, ekonomi. Vetëm një, edhe ata 390.000 votues unë jemi bindur që kanë votuar sepse kanë qenë të bindur që partia që ne kanë zgjedhur është më e mira dhe do të punoj për ta. Ata 390.000 votues, kur e shohin që qeveria aktuale nuk po reagon për interesin e tyre, ata dinë... Sa, pretjen ata pjesëmarrës? Pa tjetër, ne kemi tani po ju të regoj këtu, shumë aktivistë televizit të vendosë për në ndihmojnë fushat. Publikisht, ma dje. Kështu që kjo është e gjithëtarve. S'ka parti politike. Kjo s'ka të bëjë me parti politike. Dhe unë po them edhe ata 390.000 jenë qytetarë Kosovës dhe atyre ka me shumë fatura. Ka me pagu bukur edhe ata 75 cent. Dhe unë bile mas shumë dipres për tyre me qenë kundërshtues dhe me përdor edhe ndikimin sepse kanë drejt ndoshta morale dhe më shumë se ne të tjerët që jemi jo politik, nuk i tregojmë votën ko japim, që të kërkojnë prej partisë e cila i ka marrë votat më shumti, të reagoj dhe ta bëj për momentin, le ta pezulloj, s'ka problem, dhe hajde ta hapim një debat shoqëror. Kemi ekspertë ekonomistë, të energjisë, të cilët janë të gatshëm të kontribuojnë, ta gjejmë zgjidhje kreative, le të rritet paga minimale 500, 600, 700, inshallah 1.000 euro bat, dhe mandej le të rritet edhe çmimet. Dakord jemi, por vetëm le të na mundsojnë që çmimet të cilat i kemi në treg, të kemi mundësi dhe t'i paguajmë. Sepse ai mund të shkojë edhe 2 euro 1 kilogram bukë, por nuk dia mundet me blekush. Sakt, ju falenderoj shumë për fund gjitha produktet janë rritë çmimet. Edhe nëse ne vorëm për importit, ata vishë dosh me gjithë një formulë. E jo më nga godit kështu, sepse për ndryshe ajo dosh... Unë mendoj që është një mesazh për punën e obezitetit, mendo. Se problemi më i madh në botë është obeziteti. Që është një pak me dalë bukën. Ne jemi obez në trup, sepse nuk lexojmë asnjëherë. Vetëm shohim institucionin si diçka profitabile për ne. Dhe institucioni mendohet që mu ma zgjedh situatën. Jo, sektori privat, investimet kapitale, siguria në vende, ardha investimeve të huja, ajo rrit mirëqenien. Jo vendimi 50 euro të dhuratave të babadimit. Kështu që ju do të shiheni në shpesh, unë do t'ju shoh nga mediat dhe të premtova kur vi. Do të jem aty dhe do të shihesh kur më thu se me të vërtet mire ke pas. Asi që atë ma shumë shimi shesh me pas. Shumë knasi. Shkus dhura ka që kishën person të bashkë dëshimi javën ashme. Dira të Ermin Beçi. Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company.